Autoritetet pretendojnë se çmimet e produkteve bazë kanë shënuar vetëm rritje minimale, madje duke thënë se të një pjesë e produkteve ka pasur edhe ulje të çmimeve. Ministria e Ekonomisë dhe Punës ka publikuar rezultatet e analizës së bërë së bashku me Inspektoratin e Tregut, në kuadër të së cilës kanë bërë krahasime të lëvizjeve së çmimeve të produkteve bazë ushqimore dhe jo ushqimore. Siç thuhet në njoftimin e ministrisë, analiza përfshin çmimet e 55 produkteve më të shitura, të përcjella në 4 zinxhir tregtar me pozicionim të ndryshëm të çmimeve në periudhën nga 1 shkurti deri më 1 prill të vitit 2026. Sipas kësaj analize, është regjistruar rritje minimale e çmimeve të shitjes prej 0.43% derisa çmimet e blerjes shënojnë rritje diçka më të lartë prej 1.01%. Në të njëjtën kohë, marzhi mesatar i fitimit bruto të tregtarët është ulur nga 16.28% në 15.80%, gjë që sipas ministrisë tregon se një pjesë e presionit nga rritja e çmimeve blerëse është absorbuar nga tregtarët me qëllim që të ruhet stabiliteti i çmimeve për qytetarët. Te produktet ushqimore bazë ka rritje të lehtë prej 0.45%, me qëras rritje më të mëdha ka te kosi, djathi, vezët dhe vaji, te frutat dhe perimet ka rënje prej 0.86%, përkundër rritjes së domateve dhe qepëve. Te produktet bazë të higjienës është shënuar rritje prej 1.42%. Në lidhje me këtë, kryeministri Kristian Mickoski tha se janë duke e shqyrtuar se çfarë masa të marrin për produktet ku ka pasur rritje më të lartë të çmimeve. Momentalisht po mendojmë se si t'i ulin çmimet për qytetarët për një grup të caktuar të produkteve, ku kemi përqindje dyfishore të rritjes, se dhe së shpejti do të dalim me një qëndrim. Përndryshe, kemi edhe produkte të cilat për hir të së vërtetës janë liruar. Kemi krahasuar 4 markete, Zur, Kiper, Kam dhe Vero. Ajo analizë është bërë shumë thelbësisht, kështu që në këtë moment gjendja është e këtillë. Sa i përket çmimeve të karburanteve, kryeministri tha se pret që në bazë të trendeve të bursës, çmimet të mbeten të njëjta edhe javën tjetër, ndërsa ka mundësi që të ulen sërish.